Shitet kafshimi XR. Kjo është i motor që merr i lidhja 5 XR mbrapa me zinxhir, kështu me AI. Është një XADV 750 që i viti 2021. Është një motor që do e vendosim pak me fren dore tani se këtu është terreni për poshtë. Ka 60 kuaj fuqi dhe një tork 69 Nm. Ka disa ekstra, ka këto mbrojtëset e motorit, mbrojtëset e duarve këtu sipër. Ka top boxin, normalisht ka hapësirë dhe këtu poshtë sendiljes. Ky kthehet dhe manual, ka këtu plusin dhe minusin. Ky është ose me çelës në xhep ose me çelës në dorë, si dush. Xhami është i lëvizshëm, lart edhe poshtë. Ka 5 riding modes, ka standarden, ka shiut, ka gravel që është për off-road, ka user që konfigurohen sipas përdoruesit, ka sportin që është pak më sportiv dhe standardin siç e tham fillim që është për rrugë. Është një motor që përballon gjitha terrenet, qofshin qytet, qofshin rrugë gjata, qofshin off-road. Është një motor që t'i plotson gjitha dhe ka një konsum shumë të mirë që varion nga 4 deri në 5 litra për 100 km. Gjitha shërbimet i ka të bëra te Honda në barin të Italisë, shoqëruara me faturë, vaj filtra apo çfarëdo lloj shërbimi që ka pas motori për herë të fundit. Gomat i ka të reja, i ka Michelin dhe disjet i ka me tela. Siç e thash, preferohen dhe për off-road. Ka ekstra dhe këto mbajtëset e këmbëve të pasagjerit që mos rrëshkasin. Dhe shitet me një çmim 11.500.000 lek, pak i diskutueshëm nga afër. Për ta parë nga afër mund të kontaktoni direkt me pronarin, numrin e gjeni këtu më poshtë.